Le ta lexojmë fjalën e shenjtë të pagabueshme të Perëndis. Por shpresoj në Zotin Jezus t'ju dërgoj së shpejti Timoteun që edhe unë, duke njohur kushtet tuaja të inkurajohem. Sepse nuk kam asnjë në mendje me mua që të kujdeset sinqerisht për gjërat tuaja, sepse të gjithë kërkojnë interesin e vet dhe jo ato të Jezu Krishtit. Por ju e njihni provën e tij se si i shërbeu bashkë me mua Ungjillit, si një bir i shërben të Atit. Shpresoj pra t'ju dërgoj në atë më njëherë, posa të marr vesh si do të vënë punët e mia. Dhe kam besim të Zotit që edhe vetë të vijë së shpejti. Por më duke nevojshme që t'ju dërgoj Epafroditin, vëllain tim, bashkëpunëtorin dhe bashkëluftëtarin, që më patë dërguar si shërbënjes në nevojat e mia, sepse kishte shumë madh për ju të gjithë, dhe vinte keq sepse kishit dëgjuar se ishte i sëmur. Edhe vërtet që i sëmur, gati për vdekje, por Perëndia e pati mëshirë për të, dhe jo vetëm për të, po edhe për mua që të mos kisha trishtim mbi trishtim. Për këtë arsye dërgova me shumë gut, që ju kur ta shihni përsëri të gëzoheni dhe unë të kem më pak trishtim. Pritini pra në gëzim në Zotin me gëzim të madh dhe ndëroni të tillë njerëz, sepse për veprën e Krishtit ai që është shumë afër vdekjes, nuk e vën në rrezik jetën e vet, për të përmbushur mangësitë e shërbesës tuaj ndaj meje. Amen. Amen. Kjo pjesë që të shohim sot, në fakt, po ta shohim në plan parë duket si një pjesë e thjeshtë që apostulli po flet për ca gjëra planifikuese, informuese, dërguese. Pra duket thjesht si një planifikim ose një kujdes që Pauli po tregon ndaj tyre. Pra i thot po do ju dërgoj Timoteun ose më vonë thotë për Afroditin. Dhe kur do ndodhin këto, pra thotë do ju dërgoj më vonë Timoteun, pastaj më një herë do ju dërgoj Epafroditin e gjitha këto. Pra na tregon në mënyrë detajuar shumë gjëra praktike që do ndodhin. Por kjo pjesë e shtyrë dhe e vendosur nga fryma e shenjtë na jep një pamje të jashtëzakonshme të një krishteri model. Pra përveç kësaj që shohim në plan parë, na jep një pamje të jashtëzakonshme të një krishteri model. Të burrave të përëndishëm me një zemër dhe pasion për Krishtin dhe për të tjerët. Ne shohim shembuj konkret të burrave të përëndishëm me pasion për Krishtin dhe për të tjerët. Ndaj temën e kam titulluar sot të krishter model. Të krishter model. Sot të shohim shembullin e 3 burrave të përëndishëm. Modelet e një dishepullit të vërtet. Modelet e një dishepullit të vërtet të Jezu Krishtit. Ajo që Pauli frymëzua të thoshte për Timoteun dhe Epafroditin, edhe këtu në fakt dhe në pa dhe zemra e tij, i zbulon ata si njerëz që kanë marrë seriozisht shembullin e Zotit të tyre. Përderisa tregon fakt gjithë të gjëra që do ndodhin, ai tregon edhe shpalos këto shembuj që e kishin marrë seriozisht shembullin e Zotit të tyre, shembullin e Jezu Krishtit. Ashtu si Krishti e kushtoi veten në shërbim të bindur ndaj Perëndis, saqë e derdhi veten e tij për shpëtimin e të tjerëve, ashtu ata ja kushtuan as shumë veten e tyre Perëndis dhe shërbimit ndaj krishterëve të tjerë. Ashtu si Krishti edhe ata bën të njëjtën gjë. Zoti është modeli i krishterit dhe ata janë të krishterë model. Zoti ishte modeli i tyre, modeli i krishterit, është modeli jonë sot. Ndaj ata janë të krishterë model. Janë krishterë model. Si që kemi thënë në qendër të kapitullit 2, vargjet 1-18 që kemi pa më sipër, është Krishti shembulli për besimtarët. Pra, shembulli për besimtarët. Te 1:5 ai thret ata që jenë si ky shembull. I nxit ata që kanë po atë mendje që ishte në Jezu Krishtin. I thret ata, jeni kështu dhe keni atë mendje që ishte në Jezu Krishtin, të jeni si ai. Të ngjajnë ati,
të ndjekun modelin e tij. Dhe të vargjet 19 deri në 30 që shohim sot, shohim shembuj konkret që ndjekin këtë shembull të Jezu Krishtit. Burra që ishin me një zemrën e tyre, me mësimin e tyre, duke bërë të prekshme këtë shembull që Jezu Krishti ju kishte dhënë atyre. Që Perëndia kishte bërë krijesa të reja në Krishtin, dhe me anë të frymës së tyre të shenjtë mund të forcojnë dhe ndihmojnë të jeni në ngjashëm me të, në ngjashëm me Krishtin, me birin e tij. Dhe ata që po lexojnë këtë letër, gjithashtu edhe për ne sot. Pra këto shembuj që në fakt apostulli Paul sjell para filipianëve, është duke thënë që ai është shembulli i Jezu Krishtit, nuk është thjesht një diçka morale e largët, por është një shembull që mund ndiqet. Me anë frymës shenjtë, me anë forcimit të Perëndis, këta burra ishin çdo ditë duke ngjarë Zotit e tyre, duke bërë që ai bani. Dhe këta burra ishin mes tyre. Dhe kjo në fakt është edhe për ne sot, për të më inkurojuar edhe ne sot. Përpara se të shkojmë te pasazhet të shohim mësime të rëndësishme, dua që të paktën të mbani mend këtë gjë që do të them tani. Pra e kam futur fillim, edhe do të them një mesazh, një dram kryesore që të paktën pas gjithë atij predikimi, do doja që të mbani mend këtë gjë. Do flasim shumë për këtë, por të paktën të mbajmë mend këto gjëra që mendoj që është zemra dhe drama këtyre vargjeve. Dhe në fakt që dalin nga vargu 21, që thot sepse nuk kam asnjë në mendje me mua që të kujdeset sinqerisht për gjërat tuaja, sepse të gjithë kërkojnë interesin e vet, dhe jo atë të Jezu Krishtit. Dhe nga vargu 30 thot, por edhe sikur unë të jem, vargu 30 thot, ja shkojmë te vargu 30, sepse për veprën e Krishtit ai që është shumë afër vdekjes. Timoteu dhe Pali, në fakt arsyeja e Timoteu pra aty është duke fol të vargu 21 apostulli është duke fol për Timoteun, po në fakt thotë ai ishte bashkëpunëtor me mua, pra kishin të njëjtin mendje me mua, do thotë që edhe Pali ishte si Timoteu, edhe Timoteu si Pali. Timoteu dhe Pali jo për interesin e tyre e vet, por për atë të Krishtit. Jo për interesin e vet, por për atë të Krishtit. Timoteu për interesin e Krishtit i shërbeu Injillit dhe të tjerëve, Pali të kishës. Për interesin e Krishtit. E pra Afroditi për veprën e Krishtit dhe jo për interesin e vet, vuj në rrezik jetën e vet. Pali për ungjillin e Krishtit ishte në burg dhe jo për interesin e vet. Kjo është drama. Ky është mesazhi kryesor sot. Thirrja e apostullit e nënkupton, por gjithashtu e nënkupton për ne sot. Ashtu si Krishti, jo për veten e tij, jo për interesin e tij, po për ne. E për uli veten deri në vdekjen e kryqit, për të na shpëtuar nga vdekja e përjetshme dhe nga zemrimi i Atit, duke na dhënë faljen e mëkateve dhe jetën e përjetshme. Krishti, duke ngjasu Krishtit, Krishti në fakt jo për veten e tij, e la qiellin dhe erdhi dhe mori trajt shqiptori duke shkuar deri në kryqin. Duke dhënë veten e tij si një fëmijë për mëkatin ton, duke marrë mëkatin ton mbi veten e tij, duke na dhënë jetën e përjetshme dhe faljen e mëkateve.
E kjo për interesin tonë, kjo është për dobin tonë, për të mirën tonë. Dhe kjo është drama e këtyre vargjeve, kjo është mesazhi kryesor. Te vargjet 3 dhe 4, po aty te kapitullin 2, Pali ju thot, ose ju ban thirrje efisianëve, mos bëni asgjë për rivalitet as për lavdit kot, por me përulësi se cili ta çmojnë të tjetrin më shumë se vetveten, të mos shikojë secili interesin e vet, por edhe atë të tjerëve. Ju ban thirrje, vëllezër, mos shikojnë secili interesin e vet. A do të më marr shembull dikun? Po, Jezu Krishtin. A do të më pas sa shembull konkret? Po, Timoteu, Pali, Epafroditi, të cilit në zemër të jetës së tyre nuk ishte interesi vetë, por interesi të tjerëve. Dhe ky ishte marrë nga shembulli më i lartë, Jezu Krishtit. Nuk mund të ngjash Krishtit, të jesh dishepulli i tij besnik, nëse shef vetëm interesin tënd. Nuk mundesh. Nëse jeta jote priret vetëm për të ndjekur interesin tënd, nuk mundesh. Dhe jo për të ndjekur veprën e Krishtit dhe mirëqenien e të tjerëve. Të mirën e të tjerëve. Nuk mundesh. Dhe direkt të vargu 19, aty ku jemi, shohim të qëndrim të Palit për interesin e të tjerëve. Shohim të qëndrim të Palit. Po shpresoj në Zotin Jezu Krisht t'ju dërgoj së shpirti Timoteun, që edhe unë duke njohur kushtet tua të inkurajohem. Ai po flet për Timoteun, të cilin synonte ta dërgonte te filipianët në mënyrë që të dinte ç'po bëhej me ta, si po kalonin. Këtu shohim për kujdesin e Palit për kishën, edhe pse ishte në burg. Edhe pse ishte në situata dhe në rrethana të vështira. Dhe ngushëllimin që gjente në mirëqenien e tyre. Ai ngushëllohej, gëzohej, kënaqej, edhe pse ishte vetë në burg. Ti je duke ditur për ta, ti je duke ditur çfarë Zoti po bën në jetën e tyre, ai inkurajoi. Ishte i merakosur. Edhe pse nga burga i kujdesi për gjendjen shpirtërore të kishës, që ishin besuar nga Perëndia. Ju kishte besuar nga Perëndia, i kujdesej. Dhe në fakt, me sakrificë duke dashur të dërgojnë Timoteun. Pse me sakrificë? Që ishte një ndihmës për të. Në fakt, tu e thanë duket kollaj. Por imagjinoj kur ti je në një situatë një vështirë. Ndoshta në burg, ndoshta për ndjekje, dhe ti ke vetëm një mik të ngushtë që ke afër. Dhe kujdeset për ty. Dhe është një mendje me ty. Dhe të gëzon, dhe të ndihmon. Dhe aty të thuash duhet shkosh në një vend tjetër të shitësh Perëndis. Si do ishte për ty në fakt? Por Pali thot, e di që ndoshta kjo nuk është më e mira për mua. Por unë dua të vej të tjerët dhe plani i Perëndis në qendër. Dhe me sakrificë i dërgon Timoteun. Ai shërbente në Krishtin. Ku ishte? Por ai kishte në qendër atë. Perëndi dhe kishte në qendër të tjerët. Tani do t'ju dërgoj të Timoteun që dinte për ta. Dhe ata në fakt të dinin për Palin dhe për gjendjen e tij. Ai po kujdesej për emocionet e tij, po kujdesej për gjendjen e tij, ndoshta ishin në ankth, në shqetësim. Çfarë do të me Palin? Se ne kemi thënë fakt në vargjet më sipër. Kur do vinte dimi? Çfarë do thotë? Çfarë thuhet? Fakt ishin në ankth. Që të dinin dhe ata për gjendjen e tij. Ndoshta ishin edhe në ankth duke pritur vendimin e tij. Gjithashtu edhe Epafroditi, që do ta shohim më mbrapa ose më poshtë, e dërgon ato për t'u larguar atyre trishtimin e tyre.
Nuk kishte në qendër veten e tij Pali. Epafroditi në fakt ishte një person që kisha atje e kishte quar të Pali për të shërbyer Palit. Ishte një bashkëpunëtor besnik, do ta shohim më poshtë. Por ai thotë do t'ja u dërgoj tek ju më një herë, që mos trishtoheni, që mos keni trishtim. Dhe që të gëzoheshin, sepse ishin trishtuar për shkak të sëmundjes së tij. Edhe pse ai në fakt ishte një ndihmë e madhe për Palin. Edhe pse ai ishte një ndihmë e madhe për Palin, bashkëpunëtor, bashkëftëtar, do t'ja u dërgoj thotë, që ju të gëzoheni. Që trishtimi juaj mos jetë thotë për një kohë të gjatë. Çfarë buri. Këtu në fakt, duke Pali duke shkruar për këta dy burra, del në pas zemra Palit. Pak duke shkruar për tjetrin, duke folë për tjetrin, duke ndarë për tjetrin, nga njerë nga del në pa vetja jonë. Del në pas zemra ti. Konsideratën e hishme të nevojave të tjerëve, të ndjenjave të tjerëve. Dhe jo egoizmin e vetë, jo gjërat e veta. Kujdesi me ragu që ka për ta. Dhe për bashkëpunëtorët e tij pak, për Epafroditin. Ai ishte një merak për t'i parë edhe ai kishën e vet, sepse edhe ai ishte një merak për këtë, dhe thotë dua të shkoj, kam një gëzim për t'i parë, sepse ata janë merak për mua. Pak thotë ai ishte fjala që studion aty për ta marrë vesh, thotë ai ishte në ankth Epafroditi. Për mos t'i lanë vëllezërit e tij në një ankth për të. Edhe Pali kujdesej për Epafroditin, kujdesej për filipianët, kujdesej për gjithë. Në vargjet 20 dhe 24 dhe 25-30, pra ndamen 2 pjesë, shohim portretin dhe skicimin e bërë me kujdes për 2 miqt, vëllezërit dhe bashkëpunëtorët e tij, Timoteun dhe Epafroditin. Dhe shohim këto 2 skicime të jashtëzakonshme. Përpara që të shkojmë të vargjet dhe shohim të vargjet 20 dhe 24 Timoteun, dhe të 25-30 të shohim dërgimi i Epafroditit, do shohim edhe një karakteristikë të veçantë të Palit. Një karakteristikë e veçantë. Pali veçon këto 2 shërbenjes të mirë, edhe pse vetë ai ishte një apostull i shquar, dhe vetë u mundua më shumë se gjithë të tjerët. Ai ishte një apostull i shquar, vetë ishte munduar me gjithë të tjerët, ishte në burg. Dhe ai përmend këto 2. Prap ai shfrytëzonte të gjitha rastet për të folur me respekt dhe nderim për bashkëpunëtorët e tij. Ai ishte një apostull i shquar. Ai kishte bërë më shumë se gjithë. Dhe prap ai përpiqej të gjente një rast për të dërguar nderimin, respekt, vlerësimin për bashkëpunëtorët e tij. Që në fakt në një farë mënyrë ishin nën autoritetin e tij. Nën udhëheqjen e tij. Jo vetëm kaq. Pali kishte një aftësi të rrallë, me një produktësi të madhe për të nderuar të krishterët besnik. Një aftësi të rrallë me një produktësi të madhe për të nderuar këto të krishterët besnik, bashkëpunëtorët e tij, kryesisht. Shpeshherë shohim në fund të letrave ku ai tregon mirënjohjen dhe falënderimin ndaj tyre. Shpeshherë kemi pa në fund letrave ku e shkruan falenderoj këtë për këtë punë, falenderoj këtë që ndihmoi, falenderoj këtë. Ai tregon një nder dhe respekt ndaj tyre. Ai nderon Timoteun që në fakt ka mundësi që ky kishte marrë ungjillin dhe kishte ardhur besim për shkak të Palit. Ishte dishipullizuar nga Pali, kishte rrit në fakt në farë mënyrë Pali. E kishte rrit, kishte kujdes. Fakt ai mund t'i detyrojë gjithçka Palit. Duke qenë një djalosh i ri, ndoshta as të 30 thonë studiuesit, nuk e di tamam, por mendoj që ishte një djalosh i ri sepse dhe Pali me të tjera thotë as kush
mos a në ndërsoj për shkak të moshës tane 3, ndoshta më i ri se unë. Po, Timoteu një djalosh i ri, por me një ndikim të madh. Ishte një djalosh i ri me një ndikim të madh. Ai kishte marrë nga pali, i kishte rrit, ishte marrë nga pali, dhe pali e nderon për sprovat e tij. E thot bashkë me të, duke i qëndruar si bir, duke e quajtur si bir. Çfarë nderimi, çfarë respekti, çfarë kujdesi për miqtë e tij. E Epafroditi që në fakt ishte edhe ky një fryt i punës së Palit në kishën e Filipis. Tash ne nuk e dim tamam Epafroditi a erdhi drejt për drejt nga ungjillizimi i Palit, por ne dim që kishën e Filipi e themeloi Pali, ishte puna e tij, ishte fryti i tij. Dhe për shkak të punës së tij, frytit së tij, në fakt kisha në Filipi, në fakt mund ta kishte ndarë ose kishte predikuar ungjillin dhe Epafroditi kishte ardhur besim. Dhe këtë e nderon. E vlerëson, e quhen vëlla të dashur, bashkëpunëtor dhe bashkëftëtar. Dhe thot, në fakt po ta shohim në fund, në vargje 29, dhe nderoni njerëz të tillë. Nderoni njerëz të tillë. Nderoni njerëz të tillë. Edhe pse Pali ishte një apostull i shquar me autoritet mbi ta, edhe pse kishte bërë gjithçka për ta, ai përsëri nderon. Ai përsëri nderon. Është minjohës Perëndis ndaj tyre. Dhe këtu në fakt dhe në pa një marrëdhënie dishepullizimi e thellë me ta, jetë me jetë. Dhe duke quajtur në fakt marrëdhënien me Timoteun si ati me birin. Një marrëdhënie ngushtë. Edhe pse nuk ishin ata biologjikisht, por frymërisht një marrëdhënie ngushtë. Gjithashtu me Epafroditin si një vëlla i dashur, bashkëluftëtar, si një gjë që e vlerësoj shumë imagjinoj kur je në luftë dhe ke një anin krah, sa e rëndësishme është ai për ty. E quhen një bashkëluftëtar. Të vargjet 20 dhe 24, në fakt 21, 22, por 24 janë bashkë, do shohim Timoteu, këtë skicë. Si për Palin ashtu edhe për Timoteun, dashuria dhe përkushtimi ndaj Perëndis nxisin shërbimin ndaj popullit Perëndis. Dëgjojmë me vëmendje, dashuria dhe përkushtimi ndaj Perëndis që kishin, i nxisin shërbimin që kanë ndaj popullit Perëndis. Në vargun 20 Pali thotë s'ka asnjë si ai që kujdeset sinqerisht për ju. Nuk ka asnjë si ai që kujdeset sinqerisht për ju. Dhe të shohim këtu të pasazh, fakt të shohim katër karakteristika të karakterit të Timoteut, që ndoshta do na ndihmojnë shumë edhe në karakterin tonë për të rritur, për të shërbyer Perëndis. Dhe këtu nga ky pasazh Timoteu zotronte një kujdes të sinqert për tjerët. Të natyrshëm. Pra fjala këtu sinqert, i natyrshëm, pra kur diçka vjen natyrshëm, ai zotronte një kujdes të sinqert, natyrshëm për tjerët. Pali po thotë me fjalë të tjera, shqetësimi i Timoteut nuk ishte i detyruar apo artificial, apo vetëm në dukje. Thjesht për të dukur. Ai kishte një zemër me prirje të vullnetshme ndaj të tjerëve. Me sinqeritet, natyrshëm, jo me sforca. Kur të shkoj të shërbej Efesianëve, Filipianëve, unë thot Timoteu. Është natyrshme, është sinqert. Dhe Pali thot tërësisht në një mendje me mua, tërësisht në një mendje me Palit. Pasi një mendje apostollore, një mendje kujdesshme për të shërbyer të tjerëve në mënyrë të sinqertë. Ai, Timoteu, kishte një zemër shërbestare.
që kujdesej për gjendjen e besimtarëve dhe shqetësohej për mirëqenien e tyre. Kjo është ajo që e bën të atë spikatur dhe dalluar. Kjo është ajo që e bën atë spikatur dhe dalluar. S'ka asnjë si ai thot, Pali. Që të kujdesej sinqerisht, natyrshëm, me dashuri, pas forcë, pa hipokrizi, ndaj jush. Sepse ai nuk kërkon të interesin e vet, ndryshe nga gjithë tjerët, por interesin e Krishtit, interesin popullit të tij, popullit të Krishtit. Tani, vetëm për të sqaruar diçka, tani Pali kur thot këtu të gjithë, nuk po thot në mënyrë përjashtuese absolutisht gjithë. Se nuk po thot se s'ka asnjë tjetër, vetëm Timoteu tek pull. Na e dim që ai shpesh përmend bashkëpunëtorë të tjerë besnik. Luken, Titikun e tjerë, edhe këtu në fakt më poshtë përmend Epafroditin. Ai ka fjalën e përgjithësi, ose në shumicën e rasteve, njerëzit shohin interesin e vetë, jo të Krishtit. Natyrshëm, shumica prej tyre s'dojnë pa interesin e tjetrit, s'dojnë pa interesin e kishit, interesin e Krishtit, interesin e mbretërisë së tij. Ose të gjithë në krahasim me Timoteun kërkojnë interesin e vet. Tani kjo që të them në të jetë pak e fortë, por shpresoj që t'ju ndihmojnë. Të kërkosh interesin vetjak duke lënë pas dore veprën e Jezu Krishtit, është një mëkat i madh. Dhe shumë i zakonshëm mes të krishterëve dhe shërbëstarëve në kohën e Palit, po ashtu edhe sot. Pali thot, po ashtu edhe ne sot e dallojmë këtë. Është një mëkat i madh, shumë i madh. Shumë parapëqejnë sot reputacionin, rahatin, sigurinë e tyre, më shumë se të vërtetën, shetërinë dhe detyrën që kanë. Detyrën. Parapëqejnë gjëra që janë sipas kënaqësisë së tyre. Se ato gjëra që janë gjërat e mbretërisë perëndis. Timoteu, thot apostulli, nuk ishte i tillë. Nuk ishte i tillë. Vargu 22, apostulli thot, ju e njihni provën e tij. Dhe kjo është karakteristika e dytë. Përkushtimi dhe besnikëria për të përmbushur plotësisht shërbesin e tij. Ju e njihni thot provën e tij. Ai ishte besnik në çdo gjë që bënte. Dhe ata e njihnin dhe e dinin për kushtimin e tij. Nuk ishte thjesht dikant që njihnin larg, një fytyrë që e kishin pa diku. Po e njihnin, e dinin, e kuptonin, kishin shijuar për kushtimin e tij. Ai ishte po aq besnik dhe i mirë sa dukej. Ishte i pëlqyer nga Perëndia dhe i miratuar nga njerëzit. E njihni veprën e tij, po thot Pali, e njihni. E keni përjetuar dashurinë dhe shërbimin e tij ndaj jush. E dini, Timoteu ka mundësi të ishte qenë me Palin shumë herë në Filipri për të dashur, për të kujdesur, për të predikuar, për të mësuar bashkë me të. Karakteristika e tretë ishte shërbënjes i ungjillit ose skllav i Krishtit dhe ungjillit.
Ai ishte një ndihmës i palit në shumë vende ku ai predikonte dhe në shërbesa bashkë me të. Ne e dim, në ungjillizim, në ndërtimin e kishave, në ndihmë, në kujdes ndaj tij dhe kishave. Në një nga këto vendet ka mundësi ishte edhe Filipia. Ai predikoi, ai mësoi, ai shërbeu bashkë me Paulin ungjillin e Jezu Krishtit, duke ndihmuar kishat në ndërtim dhe duke ndikuar të humbrit për të dëgjuar ungjillin e Jezu Krishtit. Dhe apostulli thotë si një bir i shërben Atit. Si një bir i shërben Atit. Karakteristike 4 dhe e veçantë e Timoteut për ulësia dhe nënshtrimi i tij. Për ulësia dhe nënshtrimi i tij. Ai e bëri, thot apostulli, si një bir i shërben Atit. Në lidhje me Paulin, ai e bëri me gjithë respektin e duhur si një bir i shërben Atit. Ai shërbei Paulin me një respekt të madh, si një bir ndaj Atit. Dhe me gjithë dashurinë, haren dhe besimin që një bir shërben të Atit. Dhe me respektin, gjithashtu me dashurinë, haren, me besimin që një bir shërben Atit të tij. Shërbesa e tyre ishte me një respekt të madh nga njëra anë dhe me dashuri dhe zemërgjërsi të madhe nga ana tjetër. Si atë dhe bir. Ai në fakt kishte për detyrë për të qenë ndihmës i Paulit. Dhe ishte i gatshëm për të qenë i tillë. Detyra e tij ishte për të shërbyer dhe për të qenë ndihmës së Paulit, dhe ai ishte i gatshëm dhe i gëzuar dhe i nderuar për të qenë i tillë. Si një bir shërben Atit të tij. Asnjëherë nuk kërkoi të zinte vendin e Paulit, ose të dugej si Pauli, ose të bante si Pauli në kuptimin për t'i zënë vendin, apo ta shifte me zili, por i shërbeu si një atë. I shërbeu si një atë. Në fakt, ky është një nderim që apostulli është duke i bërë Timoteut dhe Timoteu apostullit. Ai më shërbeu si një bir. Dhe biri i shërben Atit të tij nga dëshira e zemrës së tij. Nga mirësia e tij, nga vetë dashuria e tij, jo nga autoriteti, nga frika, nga dhuna, por me një zemër dashur, të duhur, sepse ai don, sepse ai beson. Ai e vendos Zotin parin, duke kërkuar të mirën shpirtëror të tjerëve përmes një sakrifice, një shërbese sakrifikuese për ungjillin. Ai ishte i përkushtuar, ishte besnik, ishte i përulur, ishte nënshtruar ndaj apostullit, ndaj Krishtit, ndaj shërbesës së tij. Njerëz të tillë janë çmuar për Paulin. Njerëz të tillë janë çmuar për kishën. Gjithashtu janë çmuar për ungjillin dhe për lavdinë e Perëndisë. Janë çmuar dhe ne duhet t'i marrim shembull njerëz të tillë. Duhet t'i marrim shembull njerëz të tillë. Në vargjet 25-30 do shkojmë te dërgimi e Epafroditit. Epafroditi ishte pjesë e bashkësisë së filipianëve. Ka mundësi ishte një nga udhëheqësit aty. Ishte personi që kisha atje kishte veçuar si lajmëtar dhe shërbenjes për ta dërguar të Pauli. Pra thot Pauli që ju ma dërguat. Pra ka mundësi që kisha atje kishte marrë një vendim, ishte lutë, kujdesur që këtë çojmë ne të Pauli. Pauli na kërkuar, këtë çojmë të shërbyer Paulit, do të çojmë Epafroditin për nevojat e tij. Ai ishte dërguar nga kisha që ta përmbushte këtë shërbesë. Dhe unë besoj që ai shikoi si i besueshëm, i gatshëm dhe këmbgulës nga kisha.
Se për ndryshe nuk do të kishte dërguar, sepse duhet një person besnik, për thënë kishën e tij vendin e tij të shkuar për të shërbyer parë të bukë që kishte pak një rrezik të madh. Dhe besoj ka qenë parë se konsideruar nga kisha si një person besnik, besueshëm, i gatshëm, këmbgulës. Pali nuk ishte i lidhur me Epafroditin përpara se të shërbej bashkë me të, pra në momentin kur ne e shohim këtu, në ndonjë mënyrë të veçantë si me Timoteun. Pa nuk ishte një lidhje të veçantë me Epafroditin një lloj si me Timoteun. Timoteu kishte dhënë gjithë, e kishte rritë, e kishte sjellë në besim, ishte si një bir i dashur, ndërsa në fakt me Epafrodit nuk ishte këtë marrëdhënie të veçantë. Që kishte udhëhequr drejt besimit, por Krishti e kishte sjell ata bashkë në një marrëdhënie të fortë, me një dashuri vllazërore të përsosur dhe bashkëpunimi të ngushtë sakrifikues me njëri tjetrin. Pali thot te 25-a, vëllajin tim, bashkëpunëtorin dhe bashkëluftëtarin tim. Po jo dërgoj atë që më keni dërguar, që është vllai im, bashkëpunëtori dhe bashkëluftëtari im. Tash kur thot këtu vllai im, ne dishim që ato ishin besimtarë dhe ishin vëllezër, por ky e thot në kuptimin e ngushtë fjalës, si një vllai i ngushtë. Jo thjesht si dy besimtarë, por si dy besimtarë, si dy vëllezër të ngushtë, bashkëpunëtor dhe bashkëluftëtar. Pali po e rekomandonte atë për mënyrën se si e ka kryer detyrën e tij. Ma keni dërguar këtë person, por ky është bani vllai i dashur për mua. Ky ka kryer detyrën e tij me sukses të madh. Që ai nuk kërcen asgjë për të vënë dhuratën e tij në dispozicion të kishës lokale. Nuk kërcen asgjë për ta bërë këtë, thot. Vëllezër dhe motra Epafroditi dhe marrën mend këtë, ishte një shembull përgjegjësie. Një shembull i një marrjes në detyrë. Një shembull përgjegjësie. Ai ishte i gatshëm deri në vdekje. Deri në vdekje, thot fjala e tij, për shkak të ungjillit, por ta bë planin tuaj, për ta bë planin që për shkak për cilin ju e keni dërguar, thot apostulli, ai rrezikoi jetën e tij deri në vdekje. Ai e përmbushi punën e tij në mënyrën më të përkushtuar të mundshme. Ajo nuk ishte thjesht një punë që duhet bërë. Ai rrezikoi jetën e tij për të shërbyer veprën e Krishtit. Dhe për të shërbyer Palit në emër të Filipianëve. Për të shërbyer Palit në emër të Filipianëve, për ta përmbushur detyrën e tij. Kjo konsiderat e përzemër dhe më të mohuese për të krishterët e tjerë që ai kishte, por kjo konsideratë e madhe që Epafroditi dhe vetmohuese që kishte për të krishterët e tjerë, ai ngacëlloi fare Palin. Ai ngacëlloi. Dhe vargu 29 do të priteni me një gëzim të madh në Zotin dhe nderoni njerëz të tillë. Nuk e di a dini, po ju thot Pali atyre, çfarë burri keni mes jush? Çfarë shembulli të gjatësim me Krishtin keni mes jush? Për veprën e Krishtit, rrezikoi jetën e tij, për të përmbushur detyrën të cilët ju i keni caktuar në shërbim të kishës tij, shërbim të kishës lokale. Pritemi me gëzim të madh. Ai shpreh lavdërimin, vlerësimin dhe nderin të madh për këtë njerëz. Dhe e interesante është se Pali nuk e merr si diçka të mirëqenë dhe automatike për të krishterët.
Pali nuk po thotë që e di që të krishterët ta kanë për detyrë për ta bërë këto. Bravo, ka bërë detyrë. Edhe Pali nuk e merr si diçka mirë, nuk e merr si diçka që gjithë krishterët e bajnë kështu. Sepse ne vëllezër dhe motra jo gjithmonë e duam njëri tjetrin. Jo gjithmonë kemi një zemër të gatshme të shërbejmë njëri tjetrit. Jo gjithmonë e pranojmë njëri tjetrin. Shpesh e shohim njëri tjetrin me dyshim, shndrojmë larg, e shohim me frikë. Nuk e shohim pak njerëzit si bashkëpunëtor dhe bashkëluftëtar. Pali thotë, ky është vllai i dashur. Ai e shef si një hir i madh nga Perëndia. Prapa ndjeshmërisë së këtij burri për të tjerët, gjendje për kushtimi themelor ndaj Zotit Jezu Krisht. Vargu 30. Për veprën e Krishtit. Ai dëshdoi jetën e tij. Pra, për veprën e Krishtit që shumë afër vdekjes. Në shërbimin e tij, në shërbimin ndaj tij, ai ishte një punëtor dhe luftëtar, dhe jo një kalimtar kurioztar. Ai nuk shkoi thjesht për të parë si e ka lënë Pali, çfarë bën Pali. Pasha vjerë si po e ka lënë burg. Nuk shkoi thjesht si një kalimtar kurioztar për të marrë informacion. Njerëzit sot për fatkeq shkojnë në kisha dhe ka raste edhe në shërbesa si në qendra tregtare. Hajtë shohim që bëhet, nëse ka një dalë një gjë e re, në një ofertë e re, si vizitor dhe kalimtar, po më pëlqej do ta marr, po s'më pëlqej do ta lë. Por jo, Epafroditi nuk ishte një kalimtar, nuk ishte një vizitor. Ai dha gjithë shka që kishte për të shërbyer Krishtit dhe apostullit. Ai vëllezër dhe motra dalloi nga përpjekja, qëndrueshmëria, besnikëria dhe këmbgulja e tij. Si ishte thjesht një vizitor, një kalimtar, ishte këmbgulës, bashkëluftëtar, do thotë të luftosh, të qëndrosh, të këmbgulësh, të biesh, të qohesh prap. Si bashkëpunëtor dhe bashkëluftëtar. Ai ishte si një luftëtar, duke duruar, duke qëndruar në gjitha gjërat si dishepull besnik, duke hyrë një rreziku të përllogaritur deri në vdekje. Pra nuk ishte thjesht një rrezik që ai kishte marrë pa dashje, merdi, ç'të bëj. Ishte një rrezik i përllogaritur, duke ditur që ai mund të dhënë jetën e tij për veprën e Jezu Krishtit. Por Perëndia, thot apostulli në mëshirën e tij, e shpëtoi, duke e gëzuar zemrën e Palit dhe të Filipianëve. Perëndia u tregoi mëshirshëm duke gëzuar zemrën e Palit dhe të Filipianëve. Edhe Pali dhe Epafroditi kishin në qendër të tjerët, duke dërguar të Filipianët për të larguar gjitha trishtimin e tyre. Do t'ja u dërgoj shpejt, duke ditur që Perëndia u tregoi mëshirshëm ta shihni vetë, të gëzoheni, të largohet trishtimi nga sytë tuaj. Vëllezër dhe motra, për ta mbyllur. E di që ndoshta jam gjatë sot. Ne duhet të ndërrojmë njerëz të tillë. Ne duhet të ndërrojmë njerëz që ngjajnë shembullit të Krishtit dhe shembullit këtyre personave. Dhe të dëshirojmë të jemi njerëz të tillë. Jo vetëm të ndërrojmë, por të dëshirojmë të jemi si ata dhe të ngjajmë atyre. Ky është dhe qëllimi i këtyre shembujve. Për të treguar që hiri i Perëndis ka vepruar në këto burra, dhe ai ndryshoi në ngjashmëri me Zotin ton Jezu Krisht. Hiri ka vepruar në këto burra, i ka bërë të ngjashëm me Krishtin. Dhe ai mund t'ju bëjë edhe ju sot. Ata ishin personazhe të ndryshme, me dhunti dhe temperamente të ndryshme. Përjardet dhe backgroundet, kam filluar me fol anglisht. Përjardet dhe backgroundet e tyre kishin si të bëheshin me ndryshe. Nja jude, nja grek, nja se di si çfarë, gjithçka. Por secili
po i afroj ngjashmërisë me shpëtimtarin e tij. Secili. Ata kishin një të përbashkët të madhe. E donin shpëtimtarin e tyre dhe donin të ndiqnin shembullin e tij. Dhe ne kemi një përbashkët të madhe, dhe pse ne mund të kemi përjare të ndryshme, background të ndryshme, ku diun gjitha këto, ngjyrë syve të ndryshëm, duhet kemi një të përbashkët, të ndojmë të duam shpëtimtarin dhe të dojmë të ndjekim shembullin e tij. Dhe ky duhet të jetë vërtetë edhe për ne sot. E Perëndia të fjalës është i njëjtë dje, sot dhe për jetë. Amen. Le të lutemi.